Jo juve, gjithë banorët. Nisi si ngjarje, unë nuk e njoh se kush janë. Një ditë pas zjarrit që përfshiu pallatin e firmës Arlis Construction, të ndërtuesit të pallateve, biznesmenit Armand Lilo, në zonën e farmacisë 10 në Tiranë, ka ardhur reagimi i kryeministrit Rama, i cili ka dhënë detaje mbi hapat që pritet të ndërmeren pas ngjarjes. Kreu i qeverisë bëri të ditur se godina e dëmtuar do të rindërtohet plotësisht nga vetë ndërtuesi. Ai ndaloi gjithashtu të rëndësia e sigurimit të banesave, duke cilësuar si një element thelbësor në raste të tilla emergjente. Pallati që u dogj dje në Tiranë do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi, pavarësisht se nga të dhënat paraprake, shkaku i zjarrit s'ka asnjë lidhje me vetë ndërtimin, sepse ne nuk mund t'i lëm vetëm njerëzit e dëmtuar në pronën e tyre, dhe nga ana tjetër, taksapaguesit nuk mund të paguajnë një dëm të cilin duhet ta paguanin sigurimet, rast kuptim plot për të kuptuar të gjithë se sigurimi i shtëpisë nga fatkeqësitë është i domosdoshëm.